Opozita kërkon që Komisioni Rregullator për Energjetik të ulë menjëherë çmimet e karburanteve, pasi çmimi i naftës bruto në bursat botërore, pas rritjes mbi $100, dje ul rreth $85 dhe tani është afërsisht $90 për barel. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim propozuan 5 masa, duke përfshirë rishikimin dhe korrigjimin e çmimeve të vendosura dje nga Komisioni Rregullator dhe lëshimin e rezervave shtetërore të naftës për 62 ditë, me çmim maksimal prej $71 për litër. Qeveria duhet të shqyrtojë menjëherë mundësinë e uljes së barës fiskale për derivatet e naftës, përfshirë aksiza dhe detyrimet tjera, me qëllim stabilizimin e çmimeve dhe mbrojtjen e standardit të qytetarëve. Njëkohësisht, shërbimet inspektuese duhet të veprojnë menjëherë për të verifikuar se çfarë sasi e nafte kanë pasur pikat e furnizimit para ditës së hënë në ora 12 dhe për këto sasi të vendoset ngrirja e çmimeve, duke qenë se janë importuar me çmime më të ulëta. BDI kërkon gjithashtu sanksione për operatorët që nuk furnizuan qytetarët gjatë fundjavës dhe në ditën e fundit. Edhe LSDM reagoi, duke pyetur pse çmimet e karburanteve janë rritur kur çmimet në bursat botërore kanë rënë. Зошто се поскапени цените кога има пат на светските берси? Со сегашното зголемување, граѓаните плаќаат над 3 милиони евра неделно повеќе. Се поставува прашањето кој има интерес од ова поскапување и каде завршуваат овие пари. Дали владата намерно ги зголеми цените, иако цената на барелот веќе падна вчера? Sipas LSDM-s, qeveria përfiton në kurriz të qytetarëve duke ndryshuar mënyrën e vendosjes së çmimeve. Tani rregullatori vendos çmimet vetëm një herë në javë, të hënën, në vend që t'i përcaktojë çdo ditë, thon nga atje.